Sonte du të falenderoj gjithë sotërinë të reja që na hoqin frikën ne pensionistave dhe gjithë shqiptarët për të dalë dhe përqenu 46 ditë të në protestë. E dyta, nuk mund të rrita pa përmend kryeministrin, pavarësisht se janë sa fjalë banale, po e me drum të vend në gojën time fjalët e kryeministrit, që tha këtu do të kesh dy bëth. Ai kishte fjalën për kryeministrin dhe për deputetët e tij që dalën shajnë, ofendojnë protestuesit, i quajnë protestuesit maskarej, budallej, flamingo, sorra, korba. Po zakonisht korbat, nga ne, kemi si parim kur vinë korbat, marrin gjën e ngordhur. Dhe gjë e ngordhur tash politikisht është Edi Rama bashkë me qeverinë e tij. Janë kthyer në një qet hajdutësh. Dhe është shumë e vërtet që Rama tha do të kesh dy bëth, më falin telespektatorët, sepse një e kanë atje ku ka vendin dhe një e ve përpara Sorratit, se nuk kanë fytyrë dalin të thonë popullit me vjedhjet, me poshtësinë që kanë bërë.